Ish politikani Valon Bela dhe Hoxha Bekir Halimi shpallen non grata nga Shqipëria. Reagon Bela, thot se asnjë qeveri nuk është mbi kombin. Në klinikën e sëmundjeve infektive janë shtruar edhe 7 pacientë cilët dyshohet janë të infektuar me ethet e Nilit perëndimor. Temperaturat e larta mbushën spitalet, mbi 200 persona në ditë kërkojnë ndihmë nga shërbimi i mjekësisë emergjente. Ndryshojnë çmimet e derivateve të naftës, benzinat lirohen, dizeli shtrejtohet. Nga mesnata 1 litër dizel do të shitet për 99.5 denar. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ish politikani Valon Bela dhe Hoxha Bekir Halimi janë shpallur non grata nga Shqipëria. Atyre u është ndaluar hyrja në Shqipëri për 10 vjet, ndërsa për Belën autoritetet shqiptare kanë lëshuar edhe urdhër dëbimi. Motivacioni ka të bëjë me vepra ose propagandë kundër sovranitetit të Republikës së Shqipërisë dhe sigurisë kombëtare. Bela në një reagim në rrjetet sociale cilëson vendimin si një akt administrativ që, sipas tij, nuk mund të zbeh kontributin e tij kombëtar. Ministria e Brendshme e Shqipërisë shpall non grata dhe 2 shtetas të tjerë për veprimtari të dyshimta ndaj shtetit shqiptar. Siç raporton Top Channel, të padëshiruar janë shpallur 2 shtetas nga Maqedonia e Veriut, ndaj të cilëve ka të dhëna për veprimtari në dëm të shtetit shqiptar. Vendimi është marrë pas propozimit të njësisë antiterror në Policinë e Shtetit, ndërsa është dhënë konfirmim nga Ministria e Brendshme, e cila ka shpallur non grata Valon Belën dhe Bekir Halimin. Bela dhe Halimi nuk do të lejohen të futen në Shqipëri për një periudhë 10 vjeçare. Ndërkohë, mosohet se për Valon Belën autoritetet shqiptar kanë lëshuar edhe urdhër dëbimi. Ish politikani Valon Bela në një reagim në rrjetet sociale e cilëson vendimin si një akt administrativ që sipas tij nuk mund të zbej kontributin e tij kombëtar. Një vendim administrativ nuk mund të shpallë non grata historinë, sakrificën dhe kontributin e një shqiptari. Nëse një luftëtar i 3 luftërave kombëtare shqiptare shpallet i padëshiruar në shtetin shqiptar, atëherë pyetja nuk është vetëm se kush u shpall non grata, por çfarë mesazhi po jepet kujtesës son kombëtare. Në reagimin e tij, Bela kritikon ashpër qeverinë shqiptare, duke deklaruar se asnjë qeveri nuk është mbi kombin dhe se mandatet politike janë të përkohshme, ndërsa historia mbetet. Bela lidh vendimin ndaj tij me qëndrimet e qeverisë shqiptare ndaj Kosovës dhe Serbisë. Motivacionin për të cilin Bela dhe Halimi janë shpallur non grata kanë të bëjë me vepra ose propagandë kundër sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, sigurisë kombëtare, rendit kushtetues dhe rendit dhe sigurisë publike. Po ashtu, në motivacion përmenden edhe dyshime për antarësim në organizata terroriste, si dhe për krahje ose kryerje të veprimtarisë anarkiste kundër shtetit ligjor. Disa javë më parë, Ministria e Shqipërisë shpalli non grata edhe shtetasen Iqbal Huduti, duke ndaluar hyrje në vend për një periudhë prej 15 vitesh. LSDM ja ka akuzuar ministrin e punës jashtme Timço Mucunski se po zhvillon bisedime të fshehta për çështje që lidhen me të ardhmen e vendit. Opozita vlerëson se politika jashtme e qeverisë po largohet nga orientimi evropian dhe kërkon transparencë për proceset që sipas saj zhvillohen në emër të qytetarëve. Partia opozitare LSDM ka reaguar ndaj intervistës së fundit të ministrit të jashtëm Timço Mucunski, prej ku tha se Mucunski pranoi publikisht se po zhvillon bisedime për fatin e vendit, por se ato janë të fshehta. Ata po ashtu akuzuan ministrinë e jashtme për partizim të politikës së jashtme, duke thënë se nuk ekziston një shtet normal në të cilin një ministër i punëve të jashtme thotë se bisedimet për të ardhmen e shtetit janë të fshehta për qytetarët e tij. Realiteti është i qartë, politika jashtme aktuale po lëviz gjithnjë më shumë në ndikimin e botës serbe dhe faktorit rus, në vend të një pozicionimi të qartë europian. Pyetja për qytetarët është e thjeshtë, pas të gjitha gënjeshtrave me të cilat VMRO erdhi në pushtet, pas të gjitha gënjeshtrave me të cilat Mickoski dhe VMRO qeverisin, ai besoni Timço Mucunski dhe bisedave të tij të fshehta që ai zhvillon në emrin tuaj, ai besoni Kristian Mickoskit.
Nga LSDM më tej kanë shtuar se Ministria e Punëve të Jashtme nuk është një institucion mbi qeverinë, por është pjesë e së njëjtës qeveri, e cila për 2 vjet nuk ka hapur asnjë kapitull të negociatave. Ka tejkaluar afatet për reformat dhe i vetmi rezultat që ofron është narrativa se opozita nuk ka të drejtë të flasë. Kujtojmë se Mucunski në një intervistë dhënë për agjensinë Mia së fundmi, tha se po punojnë për një zgjidhje afatgjate, por nuk duhet t'i ndajnë në detajet e këtyre bisedave, sepse nëse fillojnë t'i ndajnë ato me publikun, ndjellin mos sukses. Ai paralajmëroi se muajt e ardhshëm do të ketë më shumë mundësi takimesh me zyrtarët bullgar dhe tha se mund të takohen në formate të ndryshme multilaterale. Në 24 orët e fundit në klinikën infektive janë shtruar 7 pacientë me simptomat të etheve të nilit perëndimor. Drejtori i klinikës Fadil Cana tha se ekziston teoria e probabilitetit që të jenë me këtë virus. Ndërkohë 10 pacientët e tjerë që janë shtruar në këtë klinikë po trajtohen në repartin për sëmundje nervore të sistemit nervor qendror, kurse gjendja zhdësore e 3 pacientëve që janë në ventilim mekanik mbetet e pandryshuar. Në klinikën e sëmundjeve infektive janë shtruar edhe 7 pacientë të cilët dyshohet të jenë të infektuar me ethet e nilit perëndimor. Siç bëri me dje drejtori i klinikës Fadil Cana, tek këta pacientë ende nuk është konfirmuar në mënyrë laboratorike se janë me virusin e nilit, por ekziston, siç tha, teoria e probabilitetit që të jenë me këtë virus. Rezultatet zyrtare të tyre shtoi se do të dalin ditët në vijim. Në klinikën për sëmundje infektive ka të hospitalizuar edhe 7 pacientë tjerë, të cilët llogariten si pacientë të cilët dyshohet se për shkak të gjendjes klinike të tyre dhe laboratorisë paraprake llogariten se edhe këto pacientë janë ekziston teoria e probabilitetit të jenë të infektuar nga ethet e nilit perëndimor. Te këto pacientë në vijim janë metodat diagnostifikuese laboratorike, të cilat priten ditët në vijim, edhe megjithse për krah laboratorisë, e cila është një metodë e cila kërkon kohë për diagnostifikim, pacientët e njëjtë janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive dhe trajtohen sikur të jenë të përdoftuar në mënyrë laboratorike. Ndërkohë 10 pacientët e tjerë që janë shtruar në këtë klinikë Cana njoftoi se po trajtohen në repartin për sëmundje nervore të sistemit nervor qendror, kurse 3 pacientë që janë në ventilim mekanik, gjendja e tyre shëndetësore theksoi se mbetet e pandryshuar. Gjendja aktualisht në klinikën për sëmundje infektive janë të hospitalizuar 10 pacientë, të cilët është përdoftuar në mënyrë laboratorike prezenca e etheve të nilit perëndimor. Nga këto 10 pacientë, 3 pacientë janë në gjendje kritike dhe gjenden në ventilim mekanik. Ndërsa në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se në klinikën e sëmundjeve infektive është evidentuar një rast i ri dyshuar, po kryhen ekzaminimet e nevojshme për konfirmimin laboratorik ose përjashtimin e sëmundjes. Paraqitja bakteries së re në Gostivar, sipas LSDM-s, është kulmi i kolapsit, ndaj kërkojnë hetim nga prokuroria dhe përgjegjësi nga kryeministri dhe ministri i shëndetësisë. Ndërsa VMRO DPMN thotë se LSDM në vend që të mbajë leksione, të përgjigjet pse nuk ka marrë masa për zgjidhur problemet e ujit për vite me radhë. LSDM kërkon hetim nga prokuroria dhe përgjegjësi nga kryeministri dhe ministri i shëndetësisë për situatën në Gostivar. Situata e re krijuar atje me paraqitjen e një bakterie të re sipas LSDM-s është kulmi i kolapsit institucional dhe një tjetër skandal shëndetësor, sepse kjo bakterie, thon ata, shkakton infeksione të lëkurës dhe sëmundje tjera serioze. Sistemi i Mickoskit dhe Klekovskit dështoi plotësisht në detyrën e tyre themelore, në vend që të mbronte shëndetin e qytetarëve, e rrezikoi atë. Prandaj, Mickoski dhe Klekovski fshihen pas Toshkovskit dhe Angelovit, njerëz që nuk janë profesionist për këtë dhe vetëm krijojnë huti dhe shqetësime tek qytetarët. Ndërsa VMRO thotë se LSDM në vend që të mbajë leksione, të përgjigjet pse nuk ka marrë masa për të zgjidhur problemet e ujit për vite me radhë, ndërsa shtojnë se LSDM dhe Venko Filipçe po përpiqen të përfitojnë politikisht nga situata në Gostivar.
Dokumentet e kujt i proceduam se sekujdnem në dojamnostë. Dokumentet që i ndajmë çdo ditë me publikun tregojnë se në periudhën kur LSD ishte në pushtet, ndërsa institucionet ishin nën udhëheqjen e tyre, ka pasur disa raste të ujit të pasigurt për pije, por ato nuk zgjidhen nga qeveria e hershme. Ky është problem që është prolonguar me vite, derisa Filipçe dhe LSD udhëheqnin shtetin. Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë njofton se situata atje po qetësohet. Në 24 orët e fundit bëjnë me dije se janë regjistruar gjithsej 78 kontrolle, që është për 6 më pak krahasuar me një ditë më parë, kur ishin evidentuar 84 kontrolle. Mbi 200 persona në ditë kërkojnë ndihmë nga shërbimi mjekësisë emergjente. Daniel Georgievski nga ky institucion sqaroi se personat me sëmundje kronike mund të përjetojnë probleme kardiake, atak në zemër dhe goditje në tru, si dhe luhatje të presionit të gjakut. Për shkak të motit të nxehtë, është rritur ndjeshëm numri i personave që kërkojnë ndihmë nga shërbimi i mjekësisë emergjente. Nga ky institucion thonë se regjistrohen më shumë se 200 thirrje në ditë, të cilat kryesisht i referohen ndërhyrjeve në vende publike për shkak të shembjeve ose në kushte shtëpiake për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të qytetarëve. Daniel Georgievski nga shërbimi i mjekësisë emergjente Shkup thotë se ka më shumë thirrje me simptoma të përzierave, të vjellave, mbi nxehjes së trupit, goditjes nga nxehtësia dhe shumë shpesh arrinët të ndihmojnë qytetarët me këshilla. Për shkak të motit të nxehtë, Georgievski thotë se personat me sëmundje kronike mund të përjetojnë probleme kardiake, atak në zemër, goditje në tru, si dhe luhatje të presionit të gjakut. Nëse pas ekspozimit të zgjatur në diell ndjen simptomat të marramendjes, të përzierave ose dobësisë, duhet të hyjnë në dhomë ajër të kondicionuar dhe të konsumojnë më shumë lëngje. Ndërkaq, për shkak të temperaturave të paralajmëruara të larta deri më 7 gusht, Instituti për Shëndet Publik u apelon qytetarëve që t'i respektojnë rekomandimet për mbrojtje nga vala e të nxehtit, posaçërisht në periudhën prej orës 11 deri në ora 17, kur rreziku nga ekspozimi në diell është i madh. Kur trupi ka probleme me balancimin e temperaturës, kjo mund të çojë në një ndjenjë dobësi, gojë të thatë, marramendje, dërsite të tepërt, lëkurë të thatë, dhimbje barku. Gjatë përkeqësimit të sashtu quajturës, goditje nga dielli mund të shfaqen edhe simptomat e mëponshme, ndërprerje djersitjes, lëkurë jashtëzakonisht e nxehtë, marramendje, vështirësi në frymëmarrje, të fikët dhe madje edhe vdekje. Nga instituti theksojnë se grupet e cënueshme të popullatës janë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, fëmijët, personat socialisht të cënueshëm, punëtorët në natyrë, si dhe personat me sëmundje kronike, si sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e mushkërive dhe veshkave, diabeti, sëmundjet mendore, obeziteti dhe personat nën terapi që rrit urinimin, diuretik, disa ilaçe për epilepsin, sëmundja e Parkinsonit dhe të tjera. Qumështi i gjirit siguron të gjitha lëndët ushqyese të nevojshme, forcon imunitetin dhe mbron shëndetin e nënës dhe fëmijës. Pediatri Harkan Mehmeti theksoi se ndikimi i gjithdhënies është me rëndësi etike për fëmijën. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon gjithdhënie ekskluzive 6 muajt e parë. Që nga momenti i lindjes, gjithdhënia luan një rol të rëndësishëm në jetën e foshnjës dhe të nënës. Qumshti i gjirit siguron lëndët ushqyese të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e shëndetshëm, ndërsa njëkohësisht ndihmon në forcimin e sistemit imunitar dhe ul rrezikun e shumë sëmundjeve. Pediatri Harkan Mehmeti theksoi se ndikimi i gjithdhënies është me rëndësi etike për fëmijën, pasi ai i formon gjitha nutrientët që i nevojiten foshnjës për zhvillimin fizik dhe mendor. Edhe organizata shëndetësore botërore rekomandon domethënë gjithdhënie ekskluzive 6 muajt e parë, për shkak se ajo jo vetëm se e rrit dhe zhvillon fëmijën, por edhe mbron prej infeksioneve dhe shumë sëmundjeve të tjera. Për atë arsye domethënë gjithdhënia është njëra ndër pikat më të rëndësishme për një nënë e cila bëhet me fëmijë. Mehmeti sqaroi se në qumshtin e nënës gjenden të gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme për një rritje normale të fëmijës. Në raste kur nëna merr antibiotik ose terapi të caktuara, me rekomandim të pediatrit mund të ndërpres përkohësisht ushqyerjen me gji, e cila mund të vazhdojë normalisht pas përfundimit të trajtimit. Janë disa sfida të cilat shumica e nënave, për shkak se çdo fillim është i rëndë, edhe normal çdo nënë kur bëhet me fëmijë, jo vetëm akti fillestar për shkak se
në fillim domethënë është normale që edhe nuk kanë shumë ditë e para, ashtu që ato me njëherë vinë pak si në një depresion të lehtë, mirë po me një pozitivitet dhe me një domethënë angazhim sikur të familjes po edhe ekipës mjekësore, ajo duhet të mbushë me energji pozitive dhe të shefat me si një akt të mirë për fëmijën e vet. Ndërkohë, me rastin e javës botërore të ushqyerjes me gji, Ministria e Shëndetësisë thekson rëndësinë e ushqyerjes me gji si mënyra më e natyrshme dhe më e sigurt për ushqimin e foshnjave. Ministria mbetet e përkushtuar në mbështetjen e nënave përmes politikave shëndetësore, edukimit dhe forcimit të kapaciteteve të institucioneve shëndetësore. Gjithashtu, u bën thirrje institucioneve, punëdhënësve, familjeve dhe komunitetit që të kontribuojnë në krijimin e kushteve të favorshme për ushqyerjen me gji. Gjatë muajt korrik janë regjistruar mbi 20.000 shkelje të rregullave të komunikacionit në vend. Ministria e Brendshme njoftoi se gjatë kësaj periudhe mbi 400 shoferë janë arrestuar për vozitje të pakujdesshme dhe shumë të tjerë pra janë gjobitur për tejkalim shpejtësisë, parkim pa rregull dhe shkelje të tjera, ndërsa qindra automjete janë konfiskuar ose përjashtuar nga qarkullimi. Në muajin korrik, rregullat e komunikacionit janë shkelur 20.976 herë. Sipas raportit një mujor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për shkak të vozitjes së pakujdesshme në trafik, janë arrestuar 496 persona. Për të njëjtën periudhë janë paguar 4.241 urdhërpagesa për shkak të mosrespektimit të shpejtësisë së lejuar të lëvizjes, por edhe janë konfiskuar 332 automjete sipas nenit 300B të kodit penal. Janë privuar nga liria 496 persona për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, prej të cilëve 81 për vozitje të automjetit në ndikimin e alkoolit, 373 për vozitje pa patent shoferi, 25 për shkak të shqiptimit të mëparshëm të ndalimit për drejtimin e automjetit, 3 për vozitje me shpejtësi më të madhe nga e lejuara në vendbanim, 13 për vozitje me shpejtësi më të madhe nga e lejuara jashtë vendbanimit, ndërsa një person për vozitje në drejtim të ndaluar. Sipas pasqyrës statistikore të aktiviteteve policore, policia bën me dije se gjatë muajit korrik janë evidentuar 4.694 kundërvajtje për parkim të parregullt, si dhe 430 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu janë sanksionuar 1.829 pjesëmarrës në komunikacion, të cilët nuk kanë përdorur rripin e sigurisë. Në përputhje me ligjin për automjetet, 299 automjete janë përjashtuar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, ndërsa 125 për shkak të parregullsive teknike. Janë sanksionuar edhe 44 drejtues automjetesh për mos plotësimin e kushteve të përshkruara lidhur me erësimin e xhamave të automjeteve. Ndërkohë dënimi janë shqiptuar edhe për motociklistët. Janë sanksionuar 2073 drejtues motocikletash për mos mbajtjen e helmetes mbrojtëse. MPP bën me dije se kontrollet në komunikacion do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa u bëjnë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t'i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit. Komisioni Rregullatori i Energjetikës, Shërbimeve të Ujit dhe Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Maqedonisë Veriut solli vendimin me cilin çmimet e zgjidhjes me pakicë të benzinës 95 dhe 98 ulen për 2 denar për litër, ndërsa çmimi i zgjidhjes me pakicë i dizelit rritet për 1 denar. Me këto çmime pra nga sonte pas mesnate, benzina 95 do të shitet për 91 denar, benzina 93 denar, ndërsa dizeli do të kushtoj 99.50 denar për litër. Po e mbyllim këtu këtë edicion të ameve të ndruar shikues për takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje dhe natyrë.